Desha, po nuk desha, I mblodha të gjithë emrat që janë po folur këtë kohë për Big Brother Kosova VIP 4, I futa në një thes, edhe do t'jap mendimin tim për secilin emër. Do ta filloj me këngëtaren Albulena Ukaj. Mos e shumti është përfolur për lidhje me Vlanin. Shkojmë tek Benita Xena, e cila do na tregoj se si bëri dhëmbët 14.000 euro nëse do t'jetë pjesë e shtëpisë. Tani do të fillojmë me listën që si një njëri, Ylli Hajrizaj, nuk e kam njohur, është tiktoker, dhe Kendri Hills, këngëtar, as të nuk e kam njohur, Bejta, legjendar, ta shikojmë nëse do të futet, Arnon Gram, DJ, është ai që ka modifikuar këngën te Molla që ka arritur mbi 64 milion shikime, Bia Kalif, erotik, skip, nuk duhet, Olta Kukaj, modele, nuk e njoh, Nita Demnika, TikTok, asta nuk e njoh, Motrat Zyba. Të dyja kanë qenë në përputhen, e Rushe ishte pjesë e Supernovës, ku zuri vendin e dytë, nuk e dim nëse do t'i shikojmë të dyja motrat pjesë të Big Brotherit, por nëse do t'jenë, e kanë treguar që din të luaj dhe janë të forta. Shkojmë tek një emër tjetër, Redon Ismaili, futbollist, asta nuk e njoh, Eliona Binakaj, digital creator, asta nuk e njoh, Shkurta Haxhiu, do e thoja, personazh që këto kohët e fundit është në çdo emision ku trajton tema sociale, jep mendimin e saj për jetën aktuale. Shkurta Haxhiu. Emër tjetër, Gresa Sekiraqa. Emër tjetër është Gresa Sekiraqa, bën rap. Nuk e kam dëgjuar. Ana Leshi, make the booty walk. Nuk e di nëse nga përputhen do t'jetë edhe kjo VIP në Big Brother Kosova 4. Nga ana tjetër, Diamant, rap artist, nuk e njoh. Ilire Pelaj, e cila ka qenë pjesë e Supernovës, nuk do t'jetë pasi ma ka konfirmuar. Ibro Deli, rap dhe kreator I cili ka faqen Knus, që për mua është faqja më unike e veçantë në llojin e saj, që krijon fantazi me fotografi për edhe me video, dhe do të jetë interesante nëse krijuesin e kësaj faqe ne do të shikojmë pjesë të shtëpisë Big Brotherit, pasi edhe në projektet që ai bën ka treguar që nuk njeh limite, nuk njeh norma, nuk njeh kufi, ka një lloj dhe një botë me fantazi të shfrenuar. Diona Fona, interesante për ta parë, Valentino dhe Anita Corleone, një dyshe e zjarrt që ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes në TikTok, me shumë situata, me përfshirje në për policie dhe gjëra që nuk e di se sa I lijon ekrani, pasi janë dy personazhe që në TikTok janë shfrenuar me gjuhën e tyre, e ekrani ka një etikë, ka një normë. Nuk e di nëse do t'jenë pjesë dhe nëse do t'jenë se si do të reagojnë që ditët e para, nëse nuk do t'dalin nga vetja. Liri Tahiri, një nga artistët e rinj që ka disa vite në treg, ka shumë projekte të veçanta me miliona shikime, është një nga emrat që është përfolur për të qenë pjesë e Big Brotherit. Sasa Hoda, apo Saranda Hoda, një gazetare që për vite ka luftuar me sëmundje të rënda, I kam bjetuar, e kam thënë edhe në video të tjera, që ka dhe një dramë familjare, ka treguar që është e përkushtuar në politik, nuk e di nëse do t'iki politikës për të futur në shtëpinë e Big Brotherit. Irina Balaj, ndoshta do tregoj ato çka nuk keni parë ne në karrierën e saj, ato pikpyetjet, nëse do të jetë pjesë e shtëpisë. Zanfina Ismaili, një nga emrat big, një nga artistet që ka vite në skenë, interesante për ta parë në shtëpi. Brikena Selmani, që po bën nami në Miss Grand International në Tajland, një nga emrat më të komentuar, ka poshtuar rrjetet sociale, janë dashuruar me miliona të teleshikues, ato që e ndjekin Miss Grand duke e votuar në top 20 si një nga vajzat më të pëlqyera që po pushton rrjetet sociale me pjesëmarrjen e saj në Miss Grand. Një emër tjetër që po flitet është edhe artisti Mentor Haziri, I cili ka vite në skenë, ka kontribute me këngë, por që audienca me aq sa unë kam parë dhe kam shikuar nuk është se e njeh shumë mirë, edhe ai
ka shprehur një lloj keqardhje që nuk ka marrë vlerësimin e duhur nga publiku, e ndoshta do ta marrë ku të jetë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit nëse do të di të lozi fort. Një emër tjetër që përflitet është Labinot Rexha, që ka treguar në çdo emision ku ka marrë pjesë dëshirën e tij për të qenë në Big Brother, nuk e dim nëse do t'i plotësohet këtë vit. Dyshja e famshme Alba Pollozhani dhe Lim Hoti, që ka një eksperiencë të shfrenuar në ferma VIP, por nuk besoj që Olca merr produkte që janë konsumuar tani më dhe t'i bëj pjesë të një spektakli të madh siç është Big Brother. Iqbale Huduti, një teologe me ide dhe qëndrime të forta për tema aktuale të shoqërisë, ka planuar që mbulesa e saj nuk do të jetë problem në një shtëpi si Big Brother, ku realisht feja dhe politika janë të ndaluara. Do të ishte rasti i parë që një person me një mbulesë të jetë pjesë e shtëpisë. Ajo ka thënë që do të pranonte ftesën, nuk e di nëse i ka shkuar, por duke parë aktive në emisione, besoj që mund të kemi një lloj thyrje të kodeve dhe të etikës së Big Brotherit për ta bërë edhe atë pjesë. Një emër tjetër që përflitet është edhe gazetari Shëndrit Lumi, ai është folur edhe në edicionet e shkuara, me shumë gjasa nuk do të jetë këtë vit. Lista mbyllet me një emër tjetër, me një artist të ri, Enzo, i cili ka marrë pjesë edhe në një intervistë në ora 7 në Klan Kosova, ku ka treguar pasionin e tij për këngën që po punon këto vite edhe ka dëshirën për të qenë në Big Brother. Ndoshta gjasat nuk janë këtë vit, por vitet e tjera padyshim që një artist si ai me një lloj energjie dhe vibe të mirë do të jetë pjesë e shtëpisë. Pak a shumë këto janë emrat që diskutohen në rrjet këto kohë të fundit, emra që padyshim janë premtues për të krijuar një lloj drame që Big Brother i do, pasi shpeshherë gjykuar shumë se çfarë po i ofrohet publikut, por është publiku ai që e konsumon dhe e pëlqen të gjithë narrativën që krijohet në shtëpinë e Big Brotherit, me drama të forta ku kemi parë dhe personazhe që kanë shkelur dhe veten e tyre me situata goditse të forta alla telenovela, dhe sa më shumë personazhe të kemi si pjesë intelektuale dhe pjesë akademike, publiku kërkon diçka më të çliruar, pa shumë korniza dhe jo me dogma të cilat nuk mund të pranohen, edhe është një lloj vështirësie për ta transmetuar 24/7 tek një audiencë që është non-stop në rrjetet sociale, komenton çdo veprim dhe i pëlqejnë gjërat më pikante, më goditse me njëri tjetrin, se si do sillen, se sa të shikojnë një lloj akademie brenda shtëpisë së Big Brotherit. Pak a shumë ky ishte edhe Gojt Miletit këtë herë. Mos harroni të komentoni se si ju duken këto emrat, por edhe ata që ju pretendoni apo keni dëshirë të shikoni në fillimin e Big Brotherit, që këtë herë me sa duket po shtyhet për shkak edhe të zgjedhjeve. Nuk e di pse zgjedhjet në Kosovë, zgjedhjet lokale lidhen me Big Brotherin, por mund të jetë edhe për ta kryer si gjë zgjedhjet lokale, dhe Big Brotheri mund të fillojë nga mesi i nëntorit apo diku më afër. Deri atëherë, siç thash, mos harroni të komentoni dhe më e rëndësishmja të bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.